por kur të shihni nivelinë e shkretimit të thënë nga profeti Daniel, e cila qëndron atje ku nuk duhet. Ai që lexon le ta kuptoj. Atëherë ata që do të jenë në Jude le të arratisen maleve, dhe ai që ndodhet mbi çatinë e shtëpisë të mos zbresë dhe as të mos hyj në shtëpi për të marrë ndonjë gjë nga shtëpia e vet. Ishte Ungjilli nga Marku. Lexoj në shkrimin tani Thanasi. Në qoftë se para diktaturës ishim të gjithë analfabet, diktatura në edhe shkollën. Diktatura në shkolloj, por jo të gjithëve. Mua jo. Mirë, për mua mendoj Zoti, dhe unë kam pas mësues Zotin, jo mësues Eduardin ose Lonin. Asnjë mësues toksor nuk jam mësuar kaq shpejt dhe me kaq përçosmëri shkronjas nxënësit të vet. Dhe këtë ka bërë Zoti me mua. Amen. Lavdia e qoftë mbi Zotin tani e përherë e në jetë të jetëve. Amen.